Përshëndetje të dashur miq. Në këtë video do të ndajmë 3 mesazhe që mund të jenë përgjigje të pyetjeve tuaja apo thjesht udhëzim dhe qartësi në këtë fazë të rrugtimit tuaj. Kurdo që kjo video t'ju gjej, mund të kenë lidhje me hënën e plot nëse ju e shihni përgjatë kësaj periudhe. Kurdo që kjo video t'ju gjej, pra mund të ketë kaluar, nuk ka rëndësi, mund të jetë një mesazh që mund të ketë lidhje me këtë energji të hënës së plot, ose thjesht kurdo që kjo video t'ju gjej, mund të ketë diçka këtu për ju që ju ndoshta duhet ta dëgjoni dhe t'i kushtoni rëndësi nëse ndjeni të udhëzuar sigurisht. Ju do të mund të zgjidhni ndërmjet 3 grupimeve, duke u nisur nga signifikimi apo emërtimi me ndarjen e grupeve 1, 2 dhe 3. Dhe në fund një surprizë e vogël, do të bëni një pyetje, ndoshta keni një pyetje në mendjen tuaj dhe do të marrim përgjigjen me 12 karta të bukura që mund të na tregojnë më shumë qartësi në lidhje me këtë pyetje që ju keni specifikisht. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë. Këto janë të gjitha karta që unë i kam krijuar vetë në lidhje me pyetjet që ne kemi në rrugtimin tonë. Kështu që ju në këtë momente thjesht merrni kohën tuaj të zgjidhni cili prej numrave ju tërhoqi, 1, 2 apo 3. Cili ju tërhoqi i pari, por ndoshta edhe i dyti apo i treti, pra mund të dëgjoni të treja grupimet, por të parin dëgjoni atë që ju ndiheni të udhëzuar. Ky është dhe një ushtrim shumë i mirë, unë e them gjithnjë, që ju të mund të provoni se sa e fortë është intuita juaj dhe se sa vërtet ju e dalloni cili është zëri i intuitës që ju flet. Sepse në këto momente kur është vërtet intuita dhe ju e dini që për shembull numri 1 më tërhoqi, grupimi 1, nëse ju dëgjoni të treja, grupimi 1 rezonon vërtet me ju, më së shumti nga të gjithë, dhe duket sikur po flet pikërisht për situatën tuaj. Ndërkohë që grupimet e tjera, nëse ju ndiheni të udhëzuar pak, mund të kenë 2-3 gjëra të rëndësishme për ju, por jo plotësisht. Pra intuita tregon pikërisht atë që ju duhet në këto momente dhe ndoshta plotësisht mesazhi juaj. Do të zgjedhim 3 karta për secilin prej grupimeve. Kjo ishte për grupin 1. Grupi 2. Dhe grupi 3. Në sipërfaqe do të lexojmë më pas një energji, ose po nisim me këtë, që është një energji e përgjithshme në lidhje me çfarë ju mund të jeni duke kaluar në këto momente, pra energjia e përgjithshme për të treja prej grupeve, dhe më pas do ndalemi tek grupet specifike. Si fillim, kjo është një kartë shumë e bukur, po ju a tregoj. Mund të ketë domethënë një për ju, gjithsesi janë të gjitha në anglisht dhe është e kthyer, por do ta lexoj për ju. Lidhet me syrin e tretë dhe me një vizion të qartë. Dhe në fakt, tani që po e mendoj, dhe në hënën e plot ne folëm në lidhje me rritjen shpirtërore, vizualizimin, sepse edhe vetë kjo hënë e re, hënë e plot, ndjes na fton ne që të kemi më shumë vetëdije, dhe të kemi më shumë qartësi në marrëdhënie, dhe të kemi më shumë balancë në jetën tonë, duke parë se çfarë është e drejtë për ne dhe se çfarë nuk është e drejtë për ne, çfarë është autentike, ashtu sikur frekuenca jonë dhe çfarë nuk rezonon me frekuencën tonë. Pra të gjitha këto lidhen shumë edhe me syrin e tretë, sepse ne shohim me sy tan fizik, në realitetin tonë të prekshëm. Por emocionet për shembull, dhe çfarë fshihet pas njerëzve dhe mendimet e tyre apo energjia e tyre dhe synimet që ata kanë, ndoshta edhe ndaj nesh, të gjitha këto ne mund të shikojmë vetëm me syrin e tretë, që lidhet dhe me intuitën, me vizionin e qartë, me ndjesitë tuaja, pra të gjitha këto ndikojnë, por që janë shisat, domethënë janë shisa të paprekshme, si mund ta shpjegoj, janë shisa që na ndihmojnë ne të shohim të paprekshme. Pra me të gjitha shisat tona fizike, ne mund të shohim dhe mund të veprojmë në realitetin fizik. Të gjitha këto shisat e tjera, siç janë për shembull ndjeshmëritë, vizualizimi, shikimi me syrin e tretë të tjerë, na ndihmojnë ne të shohim qartë dhe të navigojmë në aspektin energjetik, shpirtëror, në aspektin e emocioneve e të tjerë.
Kështu që kjo është një thritje për ju, ndoshta për të treja grupet, që të lidheni më shumë me intuitën tuaj, që të lidheni më shumë me, për shembull, të meditoni apo thjesht të kaloni pak kohë në qetësinë tuaj, të kaloni pak kohë duke ecur, por pa menduar asgjë, pra thjesht të jeni në gjendje meditimi duke ecur në natyrë. Të gjitha praktikat që rezonojnë me ju, pra nuk do të thotë që do të bëni patjetër meditimin. Nëse nuk rezonon me ju, bëni diçka tjetër, ecjen, qetësimin, relaksin, ndoshta thjesht të kushtoni pakës kohë vetes dhe të relaksoheni. Edhe kjo është vërtet një praktikë shumë e mirë. Nuk do të thotë që patjetër duhet të jetë diçka si meditimi, yoga e të tjerë. Dhe kështu pra është një thritje që ne të dëgjojmë zërin e brendshëm, ju të dëgjoni zërin e brendshëm, të gjithë ju që rezononi me këtë mesazh. Dhe ndoshta numri 18 ka lidhje me ju, mund të jetë rëndësishëm për ju, apo numri 9 mund të ketë diçka, muaji 9, dita ose data 9 mund të jetë lindja juaj, mund të rezonojë diçka me ju dhe kjo është një shenjë ekstra që ju duhet i kushtoni rëndësi këtij mesazhi sepse është i vlefshëm për ju. Duke filluar tani me grupin numër 1, pa humbur kohë, për të gjithë ju që u tërhoqët nga numri 1, le të shohim se cila është karta që ka ardhur për ju. Është një kartë vërtet shumë e bukur, një shenjë vërtet shumë e bukur. Ju mund të jeni të udhëzuar, të kaloni kohë në natyrë, sepse kjo ju bën të ndjeni më të tokëzuar. Dhe ndoshta së fundmi keni patur marramendje, dhimbje koke, simptoma të shumta si këto, ndjesi si për të vjell, apo thjesht keni patur shumë dyshim, shumë dyzim, si të thuash mindfuck, pra nuk shikoni qartë, nuk mendoni qartë, keni shumë gjëra që po mendoni dhe po vinë dhe po ndodhin për ju në këto momente dhe ju ndiheni si të ndarë për shembull në shumë drejtime. Dhe për të gjithë ju, nëse kjo rezonon, këshilla për ju është ju të kaloni pakës kohë duke u tokëzuar. Dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është për të ecur në natyrë për shembull, duke ecur në natyrë, duke ecur ndoshta zbathur nëse ju e keni këtë mundësi, apo të paktën për 5 minuta të hiqni këpucët tuaja dhe të mund të ecni në bar, sepse kjo ju lidh shumë me natyrën. Nga ana tjetër, siç shikoni, edhe vetë pema ka rrënjët e veta në këtë mënyrë vizualizimi në tokë. Pra, kjo ju ndihmon ju që nga çakrat e këmbës, sepse ne kemi çakra dhe tek përveç çakrave kryesore, 7 çakrat, kemi edhe çakra në këmbë, në duar e të tjerë. Dhe nëpërmjet këmbëve ne mund të kanalizojmë gjithë dyshimet, energjitë negative, gjithçka që na lodh dhe na shqetëson në natyrë. Dhe nuk po i bëni dëm natyrës. Ndoshta është thjesht humus kjo energjia që transformohet më pas pra në humus dhe natyra di se çfarë të bëjë me të. Kështu që mos u shqetësoni për pjesën tjetër, thjesht ju mendoni që po kanalizoni këtë energji që nuk ju nevojitet nëpërmjet çakrave të këmbëve tuaja dhe mund të mendoni nga këmbët që po dalin rrënjë dhe ju po i çlironi këto në natyrë. Sepse vetëm kështu ju mund të lulëzoni më pas. Pra duke qenë të tokëzuar, ju mund të mendja juaj mund të ketë për shembull qartësinë që i nevojitet, mund të ketë idenë e duhur, mund të ketë qetësinë që ju po kërkoni. Pra të gjitha këto lidhen me faktin që ju duhet që të tokëzoni, të ndjeni më shumë me këmbë në tokë, të prekni trupin tuaj, të ndjeheni këtu dhe tani, të ndjeni që ju jeni këtu. Ndoshta prekni diçka, prekni marterin tuaj ose kapeni për dorë që ta dini që ju jeni këtu dhe tani, në trupin tuaj fizik, të ndiheni të tokëzuar. Ky është një mesazh për ju, dhe ndoshta ngjyra e kuqe mund të rezonojë me ju dhe do t'ju ndihmojë shumë sepse lidhet me ngjyrën e çakrës së rrënjës. Çakra e rrënjës lidhet shumë me faktin që sa në stabilitet jemi ne, sa të tokëzuar jemi ne, sa të sigurt ndihemi ne, apo jemi gjithkohës në mentalitet viktime, apo jemi gjithkohës në një gjendje mbijetese. Pra gjitha këto lidhen shumë dhe prandaj ngjyra e kuqe mund t'ju ndihmojë nëse u vishni blusë kuqe, nëse vendosni orendi apo sende të kuqe që t'ju syri juaj ta shikojë dhe në vetdia juaj ta marrë si një shenjë që jeni të sigurt. Dhe kjo vërtet funksionon. Mund të shkruani me silolaps të kuq. Nga ana tjetër mund të përdorni afirmime që lidhen me çakrën e rrënjës, për këtë mund të më shkruani, ju dërgoj pa problem fare mund të më shkruani në email, ju dërgoj afirmime lidhe me këtë çakrë, me qëllim që ju të ndjeni të sigurt,
të stabilizuar, me këmbë në tokë, e të tjerë të tjerë. Shumë mesazh i bukur për ju. Faleminderit, më tregoni nëse rezonoi me ju në komente. Dhe tani le të kalojmë tek mesazhi i grupit numër 2. Kjo që nga mesazh shumë i bukur. Është vetëm shkrim, është në anglisht dhe po ju a lexoj. Besoni në kohën universale. Dhe është vërtet një mesazh që mund të jetë sfidues në disa raste. Ne kemi folur, nëse ju keni ndjekur videot tona, por edhe nëse jo, po e flasim tani, se si ne kemi një kohë fizike këtu në tokë, ne kemi një kohë biologjike të trupit tonë, që operon ndryshe nga secili do tjetër që mund të jetë përreth, pra ne mund të kemi kohë ndryshe kur ushqehemi, kur punojmë, kur zgjohemi, e të tjerë. Dhe përveç këtyre të dyjave, kemi dhe kohën universale, që lidhet me mënyrën se si çdo gjë në univers ndodh. Dhe ne vërtet në kohën tonë fizike themi që tani është mëngjes, drejt, darkë dhe në mëngjes unë do bëj këtë. Dhe siç kemi ne këtë rutinën tonë, edhe universi ka rutinën e vet. Edhe energjia universale ka mënyrën e vet se si sjell gjërat njëra pas tjetrës. Ose më saktë njëra pas tjetrës si shohim ne në mënyrë lineare. Sepse çdo gjë në univers ka ndodhur dhe është çdo gjë ndodhet këtu dhe tani. Kjo është mënyra se si mund ta sqaroj. Por ne në realitetin fizik, për ta patur të prekshme, kemi një fazë tjetër se si shkojmë, për shembull ne kemi idenë tonë, më pas si mënyrë e manifestimit, më pas ne fillojmë dhe marrim hapa, po do një kohë specifike, pra kështu është mënyra se si në realitetin fizik individët, njerëzit mendojnë. Gjërat shkojnë në mënyrë lineare, ndodh kjo, pastaj ndodh kjo, ndërkohë që në univers kjo gjë ndoshta mund të mos ekzistojë dhe mund të jetë diçka shumë e ndryshme, e kaluara, e tashme dhe ardhmja të gjitha ekzistojnë në të njëjtin moment. Kështu që kjo është thjesht për të sqaruar, por mesazhi këtu është që nëse ju vërtet së fundmi keni dashur diçka dhe po pyesni veten pse nuk po ndodh, pse nuk po bëhet, pse nuk po e marr këtë lloj përgjigje për këtë vend pune, pse nuk po më vjen kjo gjë që unë dua, pse nuk po marr këtë lloj shpërblimi apo këtë lloj mirënjohje që unë meritoj. Ju vërtet mund ta meritoni dhe mos u shqetësoni për këtë, sepse gjithçka që ju e meritoni do ta merrni në kohën dhe në momentin e duhur. Pra, koha universale lidhet me faktin që të jeni në kohën në momentin e duhur, keni parasysh ato momentet që ju duket sikur wow, ishte magjike që unë e takova këtë person këtu dhe u vendova 5 minuta dhe kjo vonesë bëri që unë ta takoja dhe ky person më ndryshoi jetën. Pra, të gjitha këto lidhen me kohën universale. Dhe prandaj është koha më e mirëmundshme. Sepse ndoshta ky pozicion pune që ju kërkoni dhe s'po ju vjen, nuk është i duhur për ju. Ju nuk i shihni, tani dolën në energjinë e përgjithshme ne folëm për faktin se si shqisat, për shembull, syri i tretë na ndihmon ne të shohim gjërat e paprekshme. Pra ka shumë gjëra që nuk i shohim në prapasken. Ndoshta aty dikush mund na trajtonte keq, ndoshta ne nuk do të ishim të lumtur, e shumë të tjera. Pra çdo gjë ndodh për më të mirën tonë. Edhe nëse duket sikur ne nuk e morëm këtë lloj vendi pune që ne e donim kaq shumë, ishte për më të mirën tuaj. Dhe nëse ju thjesht bëni paqe me këtë fakt, do të shikoni që papritur do të vinë një mundësi më e mirë. Por në momentin që ju thjesht të çlironi për çmëri dhe besoni se ndodhi për më të mirën tuaj dhe besoni se diçka më e mirë do t'ju gjejë, diçka më në përputhje me atë që ju doni. Prandaj ne kur manifestojmë themi, vërtet ta dimë se çfarë duam, por të çlirojmë pritshmëritë, se kur, si do të jetë, domethënë si do të vi, si do të jetë kjo gjë që ne duam. Sepse ne mund të dimë kaq, por energjia universale di më shumë, sheh më shumë dhe di më së miri se cila është gjëja e duhur për ne. Prandaj ideja është që ne ta çlirojmë pritshmërinë dhe thjesht të ndodhemi këtu dhe tani me këmbë në tokë, si mesazhi numër 1, të qëndrojmë në paqe dhe thjesht të dimë, të besojmë që çdo gjë që ne na nevojitet, çdo gjë që është e destinuar për ne, asnjëherë nuk do të na kalojë pa na takuar dhe gjithmonë do të vijë në kohën dhe në momentin e duhur. Ky është një mesazh shumë i bukur për ju. Edhe vetë rezonoj me këtë, e di që është e vështirë që ju të besoni tek diçka që nuk e shihni dhe nuk e prekni dhe nuk e dini, nuk keni asnjë lloj shenje, por më besoni që është magjike dhe është vërtet koha e duhur kur kjo gjë vjen. Dhe është vërtet më e mirë se sa ju mund ta kishit imagjinuar.
Prandaj njëri duhet të sjellë pritshmëri sepse dhurata që universi ka për ne është shumë herë më e mirë dhe më e bukur dhe më në përputhje me ne se sa vetë ajo që ne mund të mendonim. Sepse ne kemi dhe limitime, jo po kjo s'bëhet, jo po si mund ta kemi këtë gjë kaq të mirë, ndërkohë që nuk ka limitime. Ne mund të kemi çfarëdo që ne duam, kurdo që ne duam. Mjafton që ne thjesht ta vendosim dhe mund të kemi më të mirat e këtij universi, nëse ne e shohim veten të vlefshme për to. Më tregoni se si rezonoi ky mesazh për ju. Ishte vërtet një mesazh shumë i lezetshëm dhe ndoshta nuk është për të gjithë aty për ju, sepse mund të mos rezonojë, mund të mos varet nga sa të hapur jeni që ju ti mendoni gjërat në këtë lloj spektri. Dhe mesazhi numër 3 lidhet shumë bukur me ato që ne folëm dhe me manifestimin. Mendimet tuaja janë ato që formësojnë botën tuaj, realitetin tuaj të jashtëm. Pra, ajo që ne përpunojmë dhe mendojmë dhe themi dhe flasim me veten tonë, ajo do të reflektohet si një projektor, i cili projekton komplet çfarë ne kemi, skriptin që ne kemi shkruar në mendjen tonë, e projekton në realitetin e jashtëm. Qoftë edhe dyshimet, frikërat që ne kemi manifestohen. Qoftë edhe gëzimi, pritshmëritë e mira që ne kemi, besimi në vetveten, besimi tek vlera jonë, manifestohet, duke qenë se të tjerët tani më e shohin vlerën tonë ashtu siç ne e shohim. Mund ta mendoni dhe sikur realiteti juaj është një pasqyrë, e juaja, e mendimeve tuaja, mënyrës se si i flisni vetes, ashtu do t'ju flasin edhe të tjerët. Dhe do pak kohë që kjo të reflektohet, që mund të jetë kohë ndryshme për secilin, por që ndodh është dorë me një. Kështu që mesazhi për ju, ndoshta numri 48 ka lidhje dhe një signifikancë për ju, dhe ndoshta edhe numri 12 dhe ndoshta edhe numri 3. Treshi lidhet shumë edhe me manifestimin. Kështu që mund të kenë lidhje, mund të shihni këto numra, mund të kenë lidhje me ju në një farë mënyre, mund të rezonojnë për ju dhe kjo është një shenjë ekstra që ky mesazh është për ju. Një konfirmim. Ndoshta ngjyra roz, jeshile, pra ngjyra e zemrës, që të hapni zemrën tuaj, të jeni më shumë në këtë energjinë e pozitivitetit, më shumë se sa në energjinë e dyshimit dhe të mërzisë, sepse gjitha këto, siç tham, nuk ka rëndësi, manifestohen. Kështu që pse mos të zgjidhni këto mendime të bukura dhe të lejoni veten të shikojë se sa e magjishme është mënyra se si reflektohen në realitetin tuaj të jashtëm. Dhe këshilla për ju është që të së fundmi keni patur shumë dyshime ndoshta, keni patur shumë mërzi apo dyshim, kjo është ajo që po ndihmë së shumti, dyshim dhe mosbesim në vetvete dhe mërzi dhe shgënjime, të gjitha këto të çlirojeni dhe përpiquni të fokusoheni tek gjërat e bukura, sepse ne e krijojmë realitetin tonë, mos e harroni këtë. Pra mbajini vath në vesh kur i thonë që ne krijojmë realitetin tonë dhe çdo mëngjes thjesht mos e strapaconi veten dhe as mos e bëni të ndihet keq. Sepse këtë ndjej që në momentin që ju, për shembull, e vini re që keni mendime negative, filloni dhe e gjykoni veten dhe filloni dhe ndjeni edhe më keq. Kjo është më keq se sa thjesht po të kesh mendime negative. Sepse i flet mënyrës në një mënyrë, i flet vetes në një mënyrë për shembull sikur po e kritikon si një dikush autoritar që po sillet keq me ju dhe ju normalisht ndjeni keq. Pra marrëdhënia që ne ndërtojmë me veten është shumë e rëndësishme këtu, por dhe mënyra si flasim dhe mënyra si mendojmë dhe nuk ka rëndësi. Thjesht buzëqeshni. Pse po vin këto mendime në mendjen time? A ti zënë se me ditë çka më të bukur? Thjesht merreni me sportivitet, me pozitivitet dhe thjesht buzëqeshni dhe e keni ju në dorë që ta zvendçoni dhe thjesht thoni, e di, dolën prapë këto mendime, këto dyshime. Po le t'i ndrojmë, le të cilin diçka më të mirë, është në dorën time. Dhe nuk ka çlirim më të madh se sa momenti kur ju zbuloni që e keni ju në dorë. Askush tjetër. Mos dëgjoni askënd, thjesht veten tuaj dhe thjesht ju e keni në dorë të zgjidhni çfarë të mendoni, çfarë të ushqeni për veten, si t'i flisni vetes. Dhe kjo është më e rëndësishme, pra marrëdhënia që ndërtoni me veten. Shumë bukur, këto ishin mesazhet. Më thoni dhe ju se si rezonuan këto mesazhe të grupit 3 me ju. Tani më kalojmë tek pjesa e mesazhit në fund. Ju mund të merrni kohën tuaj të bëni një pyetje, ose ndoshta keni një pyetje në mendjen tuaj. Vetëm një, jo disa, se ngatrohen pastaj mesazhet. Kështu që vetëm një pyetje nëse keni, mund ta bëni tani dhe le të shohim
çfarë udhëzimi mund të marrim? Bufi mund të jetë shumë signifikant për ju, sepse tani më tërhoqi vëmendjen. Ashtu edhe Greqia, edhe trëndafilat të rozë. Këto mund të jetë disa shenja shtesë për ju që po, ky është mesazh për ju ose thjesht konfirmim me shtesë. Po ashtu edhe hëna e re dhe intuita juaj, që ishte mesazhi i përgjithshëm i të gjitha grupeve. Por edhe hëna e re. Kjo është karta më pozitive, nëse keni mbaruar me pyetjen tuaj, është karta më pozitive që ndodhet këtu. Të paktën personalisht për mua. Dhe ja tek i keni, përgjigja për pyetjen që ju keni është po. Po, është rruga e dur për ju. Po, është koha që të merrni mirënjohjen që ju keni pritur, shpërblimet që ju keni pritur, dhuratën që ju keni pritur. Është koha që ju të dëgjoni më shumë intuitën tuaj, është koha që të besoni më shumë në veten. Është koha për fillime të reja. Është koha për bardhësi në jetën tuaj, sepse po t'ju tregoj të gjithë të tjerat, kjo është e vetmja kartë që është e bardhë ndërmjet të gjithave. Pra është e vetmja kartë e bardhë. Kështu që është, për ne po them, më pozitivja nga të gjitha që mund të kishim marrë. Dhe ajo që mund të them është bëhuni gati për bekime, bëhuni gati për magjinë e tuaj, mrekullinë e tuaj dhe të gjitha gjërat që ju keni dashur të vinë si me një herë, si shpërblime nga universi, sepse po të shikoni sa yje ka. Të gjitha këto janë bekime dhurata për ju. Dhe sigurisht njëra është më e madhe, më signifikante nga të gjitha që ju do të merrni dhe kjo më pas do të hap dyert për shumë gjëra të tjera të bukura. Pra ky është fillimi, kjo gjë që do të vijë e para, më e madhja, dhe kjo do të hap dyert dhe mundësi për shumë fillime të reja të tjera. Dhe ashtu siç edhe vetë dora është e hapur, është dora e majtë. Është e hapur për të marrë, pra dora e majtë lidhet me pjesën që ne jemi të gatshëm të marrim gjitha këto bekime. Këshilla për ju është që të ndjeni të vlefshëm për gjithçka që ju doni. Sepse ju mund të doni diçka, por nuk ndjeni të vlefshëm dhe si përfundim nuk e merrni. Vetëm sepse ju mendoni që jo, si mund ta kem këtë, çfarë po thua, ndërkohë që nëse mendoni që për shembull unë dua këtë pozicion pune dhe unë jam ose e vlefshme për të. Unë kam çfarë të ofroj, unë kam aftësitë e duhura. Sigurisht që ka persona të tjerë që mund të jenë shumë të mirë, por unë e meritoj. Sepse unë kam këtë aftësi, unë di ta bëj këtë shumë mirë, unë mund të ofroj këtë gjë ekstra dhe shtesë. Pra gjitha këto janë ato që ju mund të mendoni me veten tuaj në lidhje me gjithçka që doni, thjesht të ndjeni të vlefshëm këtu dhe tani. Dhe të jeni të hapur për të marrë gjithçka që ju doni. Shumë faleminderit. Jam shumë kurioze të di se si rezonuan gjitha këto me ju. Mund të komentoni për gjitha këto në komente, të ndani mendimet tuaja. Dhe shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur që jeni këtu dhe tani dhe pjesë e këtij komuniteti. Jam vërtet shumë e lumtur me gjithë zemër e them. Faleminderit. Shihemi video tjetër. Mirupafshim.